Të nderuar musliman vllazën, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tash një vjet u bon që isha vitin e kaluar. Subhanallah, sot kur mrina këtu vëdo kësa shpet ka shku një vit. Edhe ju mri që është të përshkon. Edhe ju që e një matë vjetër me pyet veten që përshkon një mri. A minutat kur i nalish me numrua duket që po nuk po ecin. Po ec minuti, po ec ora, po ec dita, javët, mujet, vitet, edhe çdo vjet e ma plak po bahesh. Shkon jeta. Jeta po shkon, edhe aton po e di. Cili mundet me thonë nuk po shkon, nuk po mbaron, askush s'mundet me thonë. Mirë, po letë thote se cili për vetin jeta po shkon, e unë qka kam grumbulluar, qfar investime kam bo. Ma heret kur keni ardhë në gurbet, për pun të përkohshme emnin e keni pas, edhe akoma kështu të tjeret, këtë statut e keni, me pun të përkohshme në botën e jashtme. Ajo emnin e keni me punë të përkohshme, se jo nuk kam punë të përkohshme. Jetën e dynjas kret po e kalësht në Zvicër. Ai tjetri në Gjermani, ai tjetri në Itali, në për mërgatat e ndryshme. Dhe më thënë, nuk është ajo e përkohshme. Nëse e ka një qëllim tjetër e përkohshme, nëse them me përkohshme, edhe dynjoja është e përkohshme, e gjithmonë shmes është. Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'anin Kerim në disa vende, ato dhe i dini ju ato ajetet Kur'anit, wal akhiretu khairun leke ve abqa. Akireti e maj mirë për ty dhe i gjithmanshëm. E dynjaja e përkohshme. Wabtaghi fima ataka Allahu dar al akhira. Lypja akiretin, wala tansa nasibeke min ad-dunya. Edhe hisën tënde prej dynjas mos e harro. Mirë, po ajo, kjo është e përkohshme, si kur gurbeti juj. E përkohshme, po dalish në penzi. E përkohshme, po desim në gurbet. E përkohshme, si ka mundësi kjo është e përkohshme. Jo, kretë jeta e dynjas është e përkohshme. Pejgamberi Muhammed a.s. ka thënë, kun fit dunja ka enneke garibun au abir sabil. Bahuni në dunja, të jeni në dunja, me këtë statut. Cili statuti dynjas është? Jabanxhi t'jesh këtu. Jabanxhi kur je dikund, tash unë jam këtu jabanxhi. Nuk e njo vendin, nuk e njo gjuhën, nuk ja njo traditat e këtij popullit. Jabanxhi, qështu populli joni thot jabanxhi, fjalë turke është kjo jabanxhi. Që do më thonë, aty ku jeti jabanxhi, kuptimin e ka, nuk i njeh ato vende, ato gjëra, ato tradita. Çka do të thot? Një vend ku nuk ka, ku je kësaj, nuk të flet barku, me thon të rri shumë. Pse? Se je jabanxhi aty. Në dynjë jam jabanxhi shumë, mos i jep një rëndësi dynjas. Edhe vetin e këshilloj, edhe juve normal. Kret lëvizja jon, puna jon. Ndërtimi janë, zhvillimi janë, mësimi janë, edukimi janë, kret, let janë për hir të Allahut Gjelle Gjelalu. Dynjoja do t'jetë prap këtu ku ashtë. Baba ju të kalon ty, ti do t'jalon shë evladit tënd, evladi do t'jalon një pa vetë, e kështu më radhë, e në fund do të kërkuj nuk do t'jetë. Allahu Gjelle Gjelalu do t'i flet krijesave të veta ditën e gjykimit, limanil mulkul jom. E kujt është sot pushteti? Ku është krijesat? Ku janë ata që rashin gjyks? Une. Nuk ka përgjigje për askujt. Allahu Gjelle Gjelaluhu me madrinë e veti përgjigjet vetvetes duke thënë lillahi l-wahidi l-qahhar. I gjithë pushteti është në dorë të Allahut i Allahu Gjelle Gjelaluhu. As me laçet nuk do t'jenë.
as qiellat nuk do të jenë, as diellnat nuk do të jenë, as toka nuk do të jetë, as njerëzit nuk do të jetë, as gjinat nuk do të jenë. Domethënë këto botra të cilat Allahu i ka fal bota të mëdha, bota melaiqore, bota njerëzore, bota gjinore, bota shtazore, bota bimore, këto botra të mëdha janë, asnjëna nuk do të jenë. Atëherë pushteti është ndër Zotit Lillahil Wahidil Qahar, vetëm të Allahu xhalla xhelaluhu. Kun fit dunya ka'annaka garib. Pra kjo është ja banxhëllëku i yt në dynja. Au abir sabil. Abir sabil, kalimtar rasti udhtar. Prandaj tregohet, transmetohet Nuhit alayhi salatu wassalam i ka thonë me laçja kur ka ardhur më marr shpirtin. Nuhi theksohet në Kur'an që ka bo davet 950 vjet. Ka bo predikimin e fjales la ilaha illallah. Edhe problemet i ka pas të mëdha Nuhi alayhis salam, sepse atëherë ka fillue paganizmi apo shirku, të cilin Allahu nuk e fal në kohë të Nuhit. E Nuhi ka pas problem me atë popull shumë, sepse u bani risi një bidat të cilin Allahu nuk e don. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. E Nuhin e zateti kjo të lashe. Prej Ademit alayhi salatu wassalam disa qindra vjet deri te Nuhi është adhuruar vetëm Allahu, shirk s'ka pas. Me ardhjen e Nuhit u paraqiten disa burra prej kombit Nuhit alayhi salam, të cilët i than popullit: "Wala tadharunna alihatakum." Mos gaboni t'ja u ktheni shpinën zotrave t'juj. I ban zotra putat, idolet. "Wala tadharunna Suwa'an wa Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra wa qad adallu kathira." Mos i leni këta, sikur neve tash që po na thojnë përmes edukimit, përmes gazetës, përmes televizorit, përmes figurat e shenjta kombëtare, shenjta. Kush është i shenjt përveç pejgamberëve? Kush është e shenjt prej librave përveç kitabeve të Allahut xhalla xhelalu, Kur'anit, Teuratit, Zaburit, Injilit? Mos i lini këta njerëz të shenjt. Ata njerëz të shenjt i kanë bu idolet mëdhaja, i kanë hypë në për kuajt të mëdhaj, i kanë vu boste, kamos, idole këto janë harame. Kur gjon s'kan me pas ditën e gjykimit kush i ka adhuru, Allahu xhalla xhelaluhu ju thot: "Hyni ju në xhehenem bashkë me ata që i keni adhuru." Kush e ka bo ibadet qiellin, Allahu qiellin është i në xhehenem. Me gjithë ty, me të kallëzuar që krijes, unë e kam kriju edhe e denoj. Kush e ka bo ibadet dillin hanën, ka me ishti në xhehenem, edhe dillin edhe hanën, edhe ti që i ke bo ibadet. Kush i bon ibadet kombit, figurave kombëtare, njerëzve, në xhehenem bashkë me ta. Inna Allaha aghna shuraka'i ani shirk. Allahu është mëse i pa nevojshëm për ortak. Allahu ortak nuk ka. Shirk është ortak. Ban me bon ti ortak në punë, në investim. Unë i kom 500.000 euro dhe ti 500.000. A bëjmë një fabrik? Fitimin bashkë, peke. Unë 300.000, ti 700.000. Fitimin bashkë, në bastë përqindjes, fitimin e marim, peke. Ama, a i bëjmë Allahut ortak, konkurencë, që shpebojnë ibadet Allahun, letë mbojnë ibadet edhe mu, ose që shpebojnë ibadet Allahun, e bëjmë ibadet edhe krijesën e ti, hasha vë kella, inna Allahe agne shureka, janë shirk, Allahu gjelle gjelaluhu, është masë i pa nevojshëm për me pas ortak. Prandaj o vllazën musliman, je udhtar në këtë dynja. Këshilloj vetin dhe juve, çka ke investue, çka ke grumbullue. Do t'ju marr dy shembuj të cilët i keni lehtë me i kuptua inshallah. Kur e kemi qua në njeriu në gurbet për para, unë kam pak mosh, e di që shokon, se vllaznit më kanë punu në gurbet. Baba kur i ka pas djem, baba jem në gurbet,
një vjet, dy, ai tani prit ke sa pare kanë fitue, sa kanë me quë, çka kena me ble. Pse? Kemi quë në gurbet. Çka on kjo fjalë gurbet? Edhe fjala gurbet është fjale arabe, nuk është shqip. E na përdorim shqiptarët gurbet. Edhe bosnjakët i thënë gurbet. Edhe turqit i thënë gurbet. Edhe arab që fjala gurbet. Gurba, garib, do të shkosh me një vend të pa njoftun. Kur keni ardhur në Zvicër, a keni njoftë Zvicrën? Ose ata në Gjermani, apo në Itali, në Francë, në Angli, askund. Ju keni ardhur në një vend të pa njoftun. Për çka? Keni kuptua që këtu pas ka nevoj për punëtor, për juve, po ju marrë kanë punë, po ju paguj kanë me ditjet e mujet, keni ardhur në një vend të pa njoftun në gurbet, për me mujt me mledh një grosh e me ndërtua vendin tëndë, me rregullua gjendjen tënde familjare, edhe me rujt një grosh për nevojat e tua, që kjo në fjala gurbet. Allahu Gjalleshanuhu në këtë dynja në ka qua në gurbet, në ka kryua edhe në ka prun gurbet, të pa njoftu në këtë dynja. E lyp prej neve 60 vjet, 70 vjet, 80 vjet, sa të ka dhonë Zoti Ymer, çka ke prun prej gurbetit, Allahu lypën. Baba po lyp të shpia, kur të shkojsh ti prej këtu, çka po lypësh. Dikujt si lyp se ka dhe babën këtu. Ja, ti edhe baba jyt, edhe vlla jyt, të dona i vatani që është vatanul më mëdheu, prej atje ku je ti, më mëdheu, se çdo popull Allah i Gjallë i ka falë që në vatanet e veta. E për më mëdheun tënd kërkon, nëse nuk kërkon baba jyt, do shta ka vdek baba jyt, s'ka më çka më kërku, kërkon vendi jyt, familja jote, akrabat, farefisi jyt, populli jyt, kombi jyt, komplet, më mëdheu jyt kërkon prej teje ty në gurbet që të ka. Ju e dini këtë fjalë, të na kur rritën gjërat, kur investimet forcohen anë kënena, kur të vinë gurbet gjitë. Çashtu thonë të na dhe ju e dini. Ja 2 muajt e verës, ja për Bajram, ja për vit 3, për festat fetare, e gurbet gjitë, këtë dyqan gjitë gëzohen atje. Pse? Gëzohen për çet arsye, se kanë ardhur gurbet gjitë, blejnë, i lojnë paret, rritin një fije ekonominë edhe aty në atje. Unë shumë herë këty në disa vllaznive dhe dhondrit këtu i thëm, ju po bini, kur po vini atje diçka po bini, po i gëzoni ata që po i gëzoni. Mos i bleni, po ju them, këtu bleni atje te na. Edhe nuk i barni një, nuk ngarkoheni një, edhe të njëjtat gjëra i keni atje. Ne ti fitoj ai tregtari yt atje. Mos u bën ti xheloz tash pse po i fiton ai parët? Adin, jo, për shembull, ja unë pa çfarë Migrosit kam ia dhënë. Ja nuk është ashtu. Edhe nuk ngarkohesh, edhe bësh tregti të vllajit atje. E ti artikuj sot se kjo tregtia e lirë u mbush ka të shkoni ka tash mallin e Kinës e keni në Arabinë Saudite në Qabe, mallin e Saud që po e blejnë haxhit, të njëjtin mall që e blejnë atje në Qabe e kien në Prizren të na. Njëjtin mall e kien në Gostivare, në Shkupën të Tove, në Prishtinë, ku diune. Njëjtin mall e kien në Tiranë, ku diune. Prandaj Allahu Gjalleshanuhu prej teje që të ka quen këtë dynja, të ka quen gurbet. Allahu të ka falë në gurbet. Në dynjoje i pa njoftun. Në tregoti 70 vjetë, kush i ka, për s'ka për duket të 70 vjeqar, qka din prej dynjas? As një sant. Unë për jafrohëm 50 shit, ku e di kërgjëmsti? Wallahi jo. Qka di prej dynjas? As një send. Allahu na ka qitë në dunja. E tash, dhe të shofim na ti si musliman, qëfar derdi, qëfar gajle, qëfar ambicje ti ke, për çka je në këtë gurbet ti? Allahu po ti kërkon tani në fund, dosjen ta kërkon komplet. O robi jem, këm falë ty në dunja, edhe të kam dhonë jetë 30, 40, 50, 60, 70, e Nuhit alayhi salatu wassalam i ka dhonë jetë shumë, edhe Ademi thuhet ka jetua 1000 vjetë, Hazreti Ademi, edhe Nuhi thuhet ka jetua
afër 1000 vjet apo edhe më tepër. Nuk tregon Kurani famlar të jetën sa ka qenë, sa vjet ka bë David, predikim tregon. Që kishte parës fjale, kur ka ardhë me laçja më marr Nuhit alayhi salatu wassalam shpirtin mas gjithë ato viteve, 1000 vjetë. Me thonë ty, vallahi në Zvicër me tu tashtimit, vallahi s'tjetohet me siguri. Me të ardhë me laçja për ta marrë shpirtin në petë dhimet. Atë se jeta është asisoj, dynjoja është e lakmushme. Mirë, po ja, kur ta shohish, unë e matin do gjonat e prindërit e min, janin prind tash nuk e kam, që 6-7 muj, kur u vjetru 90 vjetë, subhanallah, se po thot pejgamberi me një hadis, ai që arrin moshën mbi 80 vjetë, deri 90 vjetë, është jesir i Zotit në ftyrë tokës. Jesir i Zotit në ftyrë tokës. Allahu po don me çu prej dynjos në ahiret pa gjunahe. Inshallah pa gjunahe dalim të gjithë në botën e ahiretit, ja Rabbel Alamin. O Nuh, gjithë këto vjet ke jetue, si tu dok kjo dynjon tash po dalish? Nuhit alayhis salam po thot vallahi o melek i vdekjes, ai melaçe që po ma merr shpirtin, gjatë ato vjet jetë këtu në dynjë, po më duket kjo dynjë me dy dyrë që na kanë. Hina në derë, po dal kësaj dere. 1000 vjet, ha? Në sa vjet po bajmë, ka thonë pejgamberi unë alayhi salatu wassalam, ymri i ummetit tem, mesatarja është mes 60 dhe 70, mesatarja. Dikush ma shumë jetëvën, dikush ma pak, për shifni vetë, që është situata. Prandaj jemi në këtë jetë në vendin e investimeve. Këshyre sa ke bon ti? Çka ke bon ti? Ti edhe Allahu Gjelle Gjelalu, kërkush tjetër. Mes teje dhe Allahut Gjelle Gjelalu, raporti yt me Allahun Gjelle Gjelalu, se kërkush nuk ka drejt me të marrë dosjen tënde. Këtu në dynjë bëhen do dallavere me trafine, anë kënia marrin një qetër dosjet. Te Allahu Gjelle Gjelalu, jo, as pak veç ti edhe Allahu Gjelle Gjelalu. E Allahu Gjelle Shanu për dosjen tënde të mirë, po thot فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Kujti i për dosja në krahun e djathtë dhe del i knaqur para masës, ordnoni lexoni librin tem. Edhe në Kur'an po thot subhanallah, kur e kemi pyet hoxhën tonë në Arabie në atë zaman, pse çështu po thot Kur'ani, ka një fjalë arab që iqra'u kitabiyya. Këtë çdo ajete janë çështu. Pse bre çështu po pyetim? A rendin e ka librin tim, punën time. Kitabi rendin e ka gjuha arabe. Po thot Allahu Gjelle Gjelalu përja përshkruan gëzimin e robit, kur gëzohet robi s'di qysh me bo, kitabi e lexon e librin tem. Ku do të na vjen neve libri ditën e kiametit të vllazën? Ndjasë në shmajt. Inshallah ndjasë ja Rabbel Alamin. Prandaj po të vjen fundi i Ramazanit. A thosht kabul, a thosht ja Rabbi. Allah i na i baft kabul, ja Rabbi. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush nuk ndal prej të keqes, fjalëve të këqija, dëshmisë së keqe, fjalëve të rënda, ofendimeve, Ramazani i tij është i pabom kabul. Allahu s'ka nevojë prej teje me nejt unt pa buke pa ujë. Sa Allah i levojshëm. Jo, ajo është sprov, imtihan prej Allahut. Do të shohim ty, kret gjymtyrët e ty, tu me qenë në agjerim. Syni në agjerim prej haramit. Prej haramit për shifni vetë shemi bo. Wallahi për jo tham drejten, ma shumë haram në him në Kosovë se në Zvicër. Pashani Allah që më ka falju, ta shumë në nuk ju diju prej Kainit e gjithve, unë jam prej Prizrenit, wallahi ditve të agjerimit, të Ramazanit, ditve, muslimane, kret shplume, kret komplet, edhe ka qenë kjo javë e fundit e nxehtë, temperaturat 25-6, ndoshta edhe më nxehtë se këtu në Zvicër. Subhanallah. E në erdi një motër muslimane e gjermanke për e Zvicrës, për e këtuhit në erdi për 3-4 ditëve atje, ajo e martume për një shqiptar. E mbulume, e në erdi atje, e pram kemi pas një tribun islame, edhe ato e kam ftuar para publikut me folë, sepse kemi pas diku 700-800 vetë me një shtëpit kulturës, mesin e tyne kanë qenë 300 femne.
Po të gjitha të mbulume në Rahovecin e dini, me siguri afër Prizrenit, një 40 km. Ajo kur erdhe dje po e pyeti si ke kaluar këtash që ke ardhur prej Zvicrës. Sa jem habit, urdhno motër, pse e habit? Ajo gjermank, e mbulume, po flet ka pak shqip, e burri po më përkthen. Tha në kret aeroplanin, sa veç unë e keshe mbuluar. Po tham subhaneke ja Rabbi, për Prishtinë. Edhe qka kret po harë në aeroplan. Edhe sot ka ardha tek ne, do pleqi pash smarshin. Ato stujardeskat për e di, një përmendën në Ramadan, po jo për e di, Krishtianja për e din. E kret po harë, subhaneke ja Rabbi. Po thëm, ja Allah, sa ka nevoj këj populli jonë me i kallëzu e dinin për mës me hangre i shkreti. Sa i ka met, as me tok, as me qijel, sa i në qashtun ka Prishtina e kam një fjallë, as me Prishtina, as me Barilev. Adin, as të, na them, ka pak të na, as të hapa, as të hupa. Do më thonë, kërkun të hiq ka met. E tani ajo femën foli pronë para publikut kështu në shtëpit kulturës, kur i pa kështu të mbuluara 99% femnët, tha shëqyr Zotit që ju pash se isha shumë e dëshpruar para 3-4 ditëve. Ajo një femën e shkolluar, mashallah, ekonomiste, kret, e ka pranua dinin islam komplet. Muslimania e janë këtë mujtë të Ramazanit, e ka zbulua trupin se ka frigën e Allahut Gjelle Gjelalu, nuk e ka frigën. Ja nuk e ka frigën se prej babas edhe prej nonës, nuk ja kanë trashëgu frigën e Allahut. Prandaj po ju thomë o vllazën, edhe motrat më siguri po na ndëgjojnë këtu në xhami, o vllazën edhe ju ai motra. Wallahi lazim, ngone Muadhi ibn Jabelin radiallahu anhu, çka ka mësu pejgamberi? O Muadh, ka thonë, edukoj fëmijët duke jam mbjellur frigën e Zotit. Si ta ka frigën e Zotit, nuk zbulohet është. Se kur të rritet, është e bo me tërbije, edukat. Kur prej fëminis, i cullakojmë fëmijët, edhe i marim fëmijët, gurbet gjithë ju kur po vini prej Zvicrës, që ta është disa, jo të gjithë ju, mëse merrni për gjithë, me njëherë për i hyp makines në Zvicër, drejt për Durs ose për Ulqin. Jo të baba e nona e të shtëpia, ja drejt prej këtuhit, e masi po e merë në gjyrë qokolada atje, po vjen tani me në pa dhe neve pak. Masi o ras haram deri në fyt. Pse o ras? Po ti ke pa cullak kret. Plot grati, këtë femnat cullak i ke pa, edhe femnat cullak e që jenë bo, edhe burrat cullak, edhe ato i kanë pa gjinin mashkullore kretë cullak, qështu? E Allah i narujt, kjo është një hajvanijet, si të thamë ndryshe. Jo gjahiljet, hajvanijet. Subhaneke ja Rab, për qatë sebeb e ke adaptu e fëmin tëndë, prej moshës 3-4 vjeç, me pa babën edhe nënën cullak para veti, edhe mi fatë tjerit cullak, e kur të rritet nuk i do këtë randë me qenë cullak. Kurse kemi pas një rast, një fëmi, moshës 6 vjeçare në xhamin tonë që palët, ka shku baba dhe nëna në det, edhe i kanë marrë dhe atë fëmina, e s'ka ditë, 6 vjeçi, kur kanë shku atje, po më tregon, prindi i vetë po më tregon baba, fëmija kër i ka pa baba dhe nënë cullak në det, u i dhnuja ka nis me kajt, ka thonë, qka po bani kështu me më këthyt të shpia, hoxha në ka thonë haram kështu anë e knina, prindet i kanë thonë shujti anë e knina, jo ka imponu prindve, alhamdulillah i ka vërën të shpia. Thëmë, subhanallah, qka ke bon ti për ditën që të dëvdesish? Qka ke bon, hazërlek, pregatitje qka ke bon? Ja Rabbi, kaq vjetë jem konë në Ulqin. Ja Rabbi, kaq Ramazana si jem konë hiq kërkund. Ja Rabbi, alkoholin e këm pi 50 vjetë panal. Ja Rabbi, ja Rabbi, ja Rabbi. Qka ke bon për të Allahu me që o vla muslimane dhe i motër muslimane? E një dit do të dalish për këtu, i të mësë arro, sot nesër. Në dynjo janë i sot nesër. Ku me dirë kur dalë? Unë këmë ardhë sot këtu, ku e di unë a këthehem të tja së këthehem? Kush e din ymrin ku është, vdekjen ku është? Ma të dri nefsun ma dhe atek si bugada.
Nuk e din në robi nesër çka fiton. Wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut. Edhe nuk e di askush në cilën tokë ka me vdek. Bon vakiun vdes në Zvicër. Nuk ka shkruar Allahu e xhelin këtu, nuk shkoj fare prap. Ku e dim na? Allah musliman mos me jetua në gaflet, agoni, harres. Po duhet me jetua në vigjilencë. Duhet me jetua në kuptim, në jetë. Prandaj mundo jetë është në fund të Ramazanit. Allahu Gjelle Gjelaluhu i shpëton prej zjarrit të xhehenemit. Edhe neve na shpëtoft ya Rabbel Alamin. Po ulesh me hangër iftar me shoqën tënde, me gruan tënde, me babën, me nonën, me vajzën, me djalin, me rejen, nusën e djalit. A gjenove sot po. Për kënë a gjenove? Për Allahun Gjelle Gjelaluhu. Se vetëm për Allahun a gjenove, për askon tjetër. Ju sot ampat në aeroplan ka kamar? Ku hongrën kret, ha dhe ti. Për shembull, ampati kush? Për Allah a gjerësh. Edhe në rrugë kur tje, edhe pse lejohet me hangër, kur të marish udhtim, lejohet, mos harroni në rrugë kur të marish, mundesh me hangër. Mirë po Allahu po thot, wa antasumu khairun lakum. Po na xherofshit është më mirë për ju. E mos i Allahu po thot më mirë për ju, e po pse unë ta ha kur edhe udhtimi është i lehtë, Gjitha kilometra marrë për 2 orë, kjo mesele e madhe, elhamdulillah. Allahu Gjelle Gjelaluhu allem l'insane ma lem jalem, e ka mësua njeri unë qka s'ka dit. Po fluturojmë më një send shumë të madhë që ati natë, edhe po vim për në hupë prej, me ambiente, me klime, me ftyra, me vatane, me gjvatane, kretë, ja Allah, ja Rab. Për çka gjerove sot, gruja? Për Allahun Gjelle Gjelalu. Ti burë për Allahun Gjelle Gjelalu. Gruja, ose vajza, ose motra, ose reja, ose akrabaja, ti motra jeme pa shamije. Allahu po thot më mbulue, Allahu po thot më agjerue, Allahu po thot me fal namaz, Allahu po thot me shku në haxhillëk, Allahu po thot me dhon zeqat. Kret këto urnat Allahu Gjelle Gjelaluhu. Motra jeme, ti Ramazanin agjerove, edhe namazin 5 vaktin po e fal me gjithë vllahun tim ti. Po motra ime, për ty është mbulesa farz. Ç'është ta bëjmë çeto? Bën debat me gruan tonë dhe të shpija. Debato. Allah shvërësh. Pse ti kështu ke mbet kështu? Në sofër të iftarit, më së qoli me njerë për iftarit, me pi cigare, më s'pi me njerë, sabër pak. Ose kafe, më s'pi hiq. E bën debat pak, qika jemet, ja agjerove sot, për çka? Po urdhni Allahut, bab. Po mbulesa urdhni ku, isë Allahuta? Jo bia jeme, urdhni Allahut edhe mbulesa është. Kje frikë Allahun Gjelle Gjelaluhu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Atë çka po ja u jep pejgamberi prej Kurani Kerimit merrne. Ato çka po ja ndolën largonju. Çka po na jep prej Kurani Kerimit? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adra an yurafna fala yudhain. Thuaj ti o pejgamber, grave tua, vajzat tua dhe krejt femrave të muslimanëve, le të mbulohen urdhni Allahut, urdhni Allahut. Sa është urdhnia? Merë islamin komplet. Subhanallah, ajo Gjermania dje e cila kishte pranuar fen islame, në kalon pa tekst në la, seriozisht. Sot unë po vin knena, t'ju thom drejten, vetëm një femën ke e mbuluar. Dhe ajo nuk kem aeroplanin ton, pa aty në vendin e pritjes e pash. Vetëm një. Të tjerat se cila është mundua mu bo ma shërë se qetra. Me i ekspozue gjymtyrët të trupit për publikut. Që ta gjymtyrë të trupit, organet të trupit, ekspozoja burrit tant le të doje ma shumë. E mos ja u ekspozo të tjerëve të kretëve me dash, se s'ban nga 100 vetë me dash një, se janë edhe 99 qera duhet me i dashur. Allahu Akbar, shka ke vun? E vjen dita, aja dita është shumë e shpejt, e lusim Allahun Gjelle Shanu të na i boja ibadetet kabul, agjerimin në boft kabul.
namazin kabull, fjalët në i boft kabull të mirat, e të këqijat inshallah në i falë. Me ju thënë drejtën vllazën, unë për pak ditë që do t'jap këtu, nuk do t'ju thëmë do një send ku me ditë shka, vetëm do t'ju japi gajle, mu gajlua ju, unë alë shtu kuku, s'kemi shka mu knaqë. Shka mu knaqë kër në Prizren, një darë së më në bo me banket 28.000 euro. Shka të me të knaqë, hënë kalëzë. Me 2 darsma tjera afer Prizrenit, 2 darsma me ka 10 deri në 12.000 euro të pëngjive bakshish. Shka me të knaqë, hënë kalëzë, shka dhe të knaqë. Kam do gjona me të knaqë, elhamdulillah, dhe për ato inshallah vjen radha me folë bashkë me ju, që me rritur paka shumë ambicjet tona, me rrit vullnetin që kemi inshallah ta'ala, sepse ku ko ka sherri, ko ka dhe khajri, ku ko ka khajri, ko ka dhe sherri. Këto dyjat ko kanë 2 shtete që në mes gjithmonë po luftohen. Velhamdulillah, po thëmë subhanallah, tash kur ecish në për Prizren, 100 metra kur nuk i kalesh pa femën të mbuluar. Ama dhe sulbin e kemi të madhë, 3 vajzat në Skenderaj për zonë për shkollës, për këta duhet mu folë me juve, mu njoftue file për pen. Pse? Ato jenë vajzat e juja, motrat e juja, ato jenë motrat e tona. Në Medinë një femnës, përse është plua avreti prej jahudis, u bon lufta edhe u përzon jahudit deri në ditën e kiametit prej Medines, fisi Beni Kurejda, Beni Nadir. Pse? Nderi dhe karakteri në muzi i femrës është i shtrejt, arsa është i shtrejt dini Allahut Gjelle Gjelaluhu. Ose në Prizren kemi rast të tash 2 profesoresha, betëm pse kanë qenë të mbuluara, nuk banë të punësohen në edukimin e arsimit. E të tjera. Mirë, po kemi gjëra dhe të cilat ju gëzojnë. Ju që jeni prej Kosovës, me siguri ma shumë kini më gëzu, po dhe ju vllaznia prej Maqedonisë kini më gëzu dhe ma shumë me siguri. Pse? Tash është kërkesa dhe nevoja shumë e madhe për ndërtimin e xhamijave. Shumë e madhe, shumë. Kjo është një isharet që populli po do mu kthy në rrugë të Zotit. Sa ata që lipin me ndret xhami, po lipin me knu ezan. Ata që po lipin me knu ezan, po dojnë me fal namaz. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Gjallëshanu edhe njëherë po thëmë ne i pranoft lutjet në këtë muaj të madh të Ramazanit, nga se në këtë muaj është një natë e kadrit, për të cilën Allahu Gjallë Gjelalu ka thonë Lejletul Qadri khejrun min 1000 shahr, ma mirë se një minet. Atë natë zbresin shumë melaçe në fytyrë tokës. Transmetohet në një hadith se numri i melaçeve që zbresin bashkë me Gjibrilin në fytyrë tokës kalon më shumë se kokrat e zallit që ka toka. Sa kokra e zallit ka toka? Kështë disa kokra zalli ka. Prandaj Allahu në Kur'an ka thonë wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, numrin e ushtrisë Allahut nuk e din pos Allahut xhalla xhelalu. Allah na i pranoft ya rabbel alamin. O vllazën muslimanë dhe motra muslimane, jepni kontributin e juaj prej lutjeve, prej ibadeteve, prej fjalëve të mira, prej kreta që Allahu ja u kërkon, e inshallah Allahu na i pranon. O ma tawfiqi illa billah. Allahu Gjalla Gjelalu na i pranoft fjalët. Nëse Allah i lutjet pendimet tona nuk na i pranon, kush ka më na i pranua? Kush na i pranon tjetër kush? Po e mbylli fjalën e sontit me juve, me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është hadith qudsi. Allahu Gjalla Gjelaluhu ka thënë men lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahta samai wal yakhtar rabban siwai. Ai që nuk është i kënaqur me gjykimin tim, ai që nuk është i kënaqur me caktimin tim, ai që nuk i përballon vështirësive, sabër nuk ju ban, le të dal prej nën qiellit tim dhe në ta lyp një Zot tjetër veç meje. Ja Rabbi, na s'kemi Zot veç tjetër, la ilaha illa ant. سبحانك إنا كنا من الظالمين. أقول قولي هذا وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد. مباني الله.